Shikues të ABC News, ju përshëndes të gjithë dhe shikues të ABC News, jemi në këtë transmetim direkt në këtë fund korriku 31, do të jemi bashkë deri në fund sezonit për të sjellë edicionin veror nga hëna në të premte, 30 minuta dhe të shtunën të dielën një edicion të plot 60 minuta. Okej, do të shkojmë njëherë me materialin e parë, do të flasim për Kalan e Himarës, ose të njohur ndryshe si qyteti i vjetër historik i Himarës, i vendosur në një shkëmbë, por shtëpit atje, përveç se janë shtëpi muze dhe të pasura me histori, po ofrojnë gjithashtu edhe ambientet e tyre, po i lëshojnë me qira për pushuesit. Ndjekim këtë material. Këtë vit Kalani i Himarës nuk do ta vizitojmë thjesht si një destinacion turistik, por edhe si një zonë të banuar. Kam parë shumë dhikte. I bani për çfarë? Ja, për të pirë një zgjumë. Në Kalan e Himarës, jo vetëm mund njiheni me historinë, por dhe me frutat që janë mbjellë këtu rreth e përqartë nga banorët që kanë shtëpitë e tyre brenda kalas. Këtu jemi poshtë një fiku dhe do shohim nëse kemi mundësinë që të gjejmë ndonjë të pak putur akoma. Ikodomi është... Ndërtosi. Ai punoj, si puna ime. Ndërtosi. Jam ustaj. Do me thënë, sigur t'ishte shkruar emri juaj aty, do me thënë, ndërtusi? Si dhe bëj unë atje dhe ka jo porta tani. Po. Dhe bëjmë shumë, thëmë sokli polo, dhe bëjmë atje. Edhe ki ka bërë ikodomi, se i. Këto është, me thënë, to qilafta, kusha u dhënë, në vitin 1880. Po ju lëmë tash të punoni rehat? Punë të mbarë? Nuk në shqesion fort. Turistët që vinë janë të huaj kryesisht? Të huaj. Nga cilat shtete? Nga çdo vend të botës. Kush janë më të rregullt, më të mirët? Të rregullt të mirë janë hollandezët, se kanë punuar dhe në Greqi dhe di, gjermanët shumë të rregullt.
francezët. Si merreni vesh me ta? Kam mësuar sa fjalë. Kanë të tëra komplet shtëpia, gjithë çfarë të duan. Pjatë, kuzhinë, të tërë çdo gjë. Dhe gatuajnë. Po. Dhe sa ditë qëndrojnë zakonisht? 15 ditë, 7 ditë, 10 ditë, kaq. Kuzhinë, sallon bashkë, një dhomë, banjë. Sa dhoma keni gjithsej? Ajo shtëpia, kjo është një hiri e vogël. Po është shtëpia që banoj unë pa kam bërë çfarë të bëj. Këtu këna kish në darkë. Këtu që nga pamja shumë e bukur. Këtu është... Këtu ule në darkë zakonisht? Këtu. Kënakin, deri në orën 10 të natës qojnë në qiri, pa ndezu dritën, se kam dhe dritë ja, po nuk ndezin dritën. Nëse do flasim për çmimet, sigurisht që gushti është me i shtrenjtë nga gjithë. Me shtrenjtë. Afërsisht, sa mund të shkojë çmimi? Një dhomë? Këtu unë të vërtetës është e panoramë, unë një çifte 20-50.000 në gusht. Ja ndroni të gjitha çarçafët? Çdo 4 ditë, po. Çdo 4 ditë. 4 ditë, po dëgjoj, moderne të tëra, jo gënjeshtra. Jo çarçaf me lule? Jo, kur. Të bardhë? Të bardhë. Vetëm të bardhë? Vetëm të bardhë. Ky ishte materiali për mundësitë e akomodimit në zonën historike të Kalas Himarës, ndërsa duke qëndruar që atje është një pikë e mirë vrojtimi për të eksploruar me sy, dhe më pas duke zgjedhur secili plazhin apo gjirin e vet që ofron pamja fantastike nga Kalaja e Himarës. Ka disa plazhe të njohura, ndoshta edhe ekskluziv për ata që i kanë eksploruar, por unë do doja t'i shinim edhe një herë në këto momente në një klip me disa prej plazheve të Himarës. Grand nga Eurosig. Produkti Grand ju mbulon 100% të vlerës së apartamentit, zyrës apo dhe biznesit tuaj nga zjarrit dhe dëmtimet e tij. Nëse vlera e ndërtimit tuaj plus mobilimin ka vlerën 65.000 euro, paguani vetëm 60 euro në vit. Akoma më shumë nëse bëheni pjesëtar i paketës Grand. Përfitoni 30% ulje çmimi për kaskën e automjetit tuaj dhe të aksidenteve personale. Eurosig dhe partnerët ndërkombëtar garantojnë interesat tuaja.
Jemi përsëri në transmetim direkt pas spoteve publicitare. Faleminderit. Ç'është kjo Grand? Po vjen me ty. Më erdhi mua tani. Iku. Mbaroj me mua. Mbaroj me ty. Romi Ruda, mirë se vjen. Faleminderit që u tregove kaq sportive me tulur dhe kaq plazhiste duke na ardhur me rroba banjo. Teknikisht duhet vija me veç, Me bikini. kam outfitin e paraditës dhe të pasditës. Është e vërtet. Kështu që po kaloj gjashta, s'kam. S'mundet. Nuk e gjen më Romin me bikini, e gjen me trup. Çdo të kap orare. Po ha mi. Kushdo. Ç'ishte kjo? Ishte një mesazh për ndonjërin? Po që. Ti me goca kisha ardhur, ja ashtu që thua. Hajde, jemi direkt. Çka ka harruar Romi? Ja, nuk erdhe ti me trup, erdhi goca, ashtu që ajo te me bikini. Si do të janë duke u përgatit për outfitin e darkës, se ka fest sot prandaj. Sonte ka fest, unë e di që ti po qëndron në kamp. Jo teknikisht në kamp, jam të Aleksandra Blu atje. Ti ke hapur një kamp tëndin? Kam çadrën time. Një Kam kamp. 5 vjet që e mbaj kampin Sa në mund të vetë. rezistosh në çadër, në tent? Deri në 3 javë. Në dua 3 orë, 3 ditë. Po. 3 Jo, javë. jam mësuar, kam vite që e bëj këtë gjë. Edhe për mua është mënyra më me qef që më bësh pushimet. Nuk është lodhshme, nuk është e bezdisshme. Kam përshtypjen për sa kohë që e ke gjithë energjinë dhe qefin për të ecur, për të eksploruar, për të parë, është shumë t'jep benefite tjera, domethënë, edhe nuk është se e ndjen. Plus që nëse doni të bëni pushime me çadra, merrni nga ato dysheke që fryhen. Po, ato janë më të mirët. Unë një periudhë kohë e përdor edhe në shtëpi ato. Për të parë televizor për. Unë jam e qenit. Ja përdorja. Kemi dhe çunat aty. I pekta çunat gjatë ditës sote në plazh? Si mund të shpëtoj syri? Lexoj masazh. Masazh. Çuna si jeni? Mirë. Janë 21 vjeç. Janë fizioterapist. Ma tregoni me pak fjalë historinë tuaj. Unë ju kapa sot në plazh. Inizioni emozioni del capo, Okej, se unë s'digjoj, ndase është faj kufje, po shkëputem një moment. Po e bënin shumë mirë, prap kjo Grenca. Me synimet qarta, pak plazh, pak punë. Ky është krevati që ju ofrojnë masazh në plazh. Fundjava zakonisht prit se e ke radhër më vonë, se Romi nuk ka ardhur vetëm për intervistë këtu, për bisedë. Ka ardhur, çfarë po i bën? Po studioj. Po e studion. Nuk është nga... është krevat masazhi, është dhe kjo? Okej. Kjo është që do fusësh hundën. Qafë? Hundën, pra të marrësh ajër, apo? Po qafë, dhe hunda e qi. Hunda është këtu? Kjo është mikrofon, kjo është e Po kjo brima që është? Kjo është për vendosur hunda, domethënë momentin që merr frymë personi, kurse kjo kthesh përpara vendos qafën këtu dhe Okej. Që nga e sofistikuar, moderne shumë. Edhe po më thoshit që juve do lëvizni në çdo plazh, ku ta shihni se ka punë, ku ta shihni? fundjavën, për ditët e punës, për ende që në jetë, varet këtu në shohin situatën, domethënë. Sa radhe vendosim që pini tokë primari. Dhe parë se si le shkojnë të gjëra. Dhe tani, okej, shumë mirë gjë. Si janë çmimet tuaja? Tash i varet në preferencë pacientit ose klientit, që mund ta quajmë. Si ai dëshiron që të bëjë masazh çdo gjë, pjesët që ai do të ka. Me minuta, me orë, si ofron? Me kohë, po, me minuta. Okej, do ta provojmë aftësinë tuaj pas pak me Romin këtu. I rikthehemi bisedës. Unë shkoj te Romi. Fizioterapist për të qenë mua. Kam kapur një çik qafë në keq. E dëgjuat, kam kapur qafën keq thot. Po ja shpjegoj çunave që. Ja shpjegove, shumë Pra mirë. një lajm mirë isha. Edhe Çfarë lajmit mirë, do fillosh punë të re pas agonit që e ndjeve që po shëmbejve ike vet. Mendojnë që çuçi para privat keq. Si paraprivet keqes, 2-3 ditë para ishte një furtunë shkarkimesh atje, ti ke një muaj, 2 muaj që e ke lënë atë punë. Një muaj gjysmë. Ka përshtypjen ishte momenti, po nuk është ishte një gjë që lindi nga sot nesër, ishte një gjë që kishte kohë që. Kush është Po me Roza. Roza, kush është Roza? Roza. Ishte kom. Çavo. Motra je live tek Eni. ABC-a më. ABC-a, te Eni Show. s'kam televizion. Je live je me Viva Voce. Jep një përshëndetje për Eni, flasim pastaj puc. Roza, unë sapo bëja muhabetin e agonit me Romin,
Mos ma ngasma Rozën për Agonin. Jep një përshëndetje Eni. Roza vdes për Agonin. Përshëndetje Eni, përshëndetje. Do vish më shumë. A nuk e di atë gjë, ta afrohen çik te mikrofoni se neve të dy mirë që se gjën ta gjën shikuesit pak të. Po, mirë ta. Do e lësh ti, na jep një lajm, do e lësh Agonin dhe ti, na jep një lajm live, nëse. Çfarë skupi që. Romi u tregu. Do të dëgjoj. Lëre more, është më smet. Do ishte ndërmjet apo jo? Okej, muhabet me skushurira është Roza Lati është në telefon tani. Mbylli, faleminderit. Përshëndetje shumë. Më thuaj. Tani u bë muhabete private, fisi. E kam unë kanë atjere, e kam unë. Është i kanë atjere në gjistën e mesit. Okej, Romi do bëj masazh pas pak. Unë ju lë juve me një material tjetër. Flasim këto, një material të realizuar në Drimadhes me patate, është një biznes që duket se do të premtojë dhe do të lulëzoj shumë shpejt në Tiranë. I ke parë, i ke provuar ato patate që ishin te një kontejner, një kamper? Janë shumë të mira. Jo, po në fakt unë kam provuar disa patate që ishin me një mënyrë të veçantë rritje që bënin voskopoj në dimër. Jo, këto janë patate normale. Ishin realisht shumë të mira, shumë të mira. Divjake madje, patate divjake. Osa që për gjithë ju që 18 vjeç ishte ai tipi. 18 vjeç. Se kishte hapur këtë biznesin. E kishte parë në Belgjik ose Holland, jam i bindur. Se i papar. I papar. Edhe i parë në këto momente. Lish një kronikë i kthehemi pas pak. Dhe atë që patatet bëhen shumë mirë zjarr në kam. Këtu në plazhin e Drimadhes, ose më saktë në shëtitoren kryesore, kam zbuluar një nga ato të ashtu quajtura surprizat e kësaj vere. Bëhet fjalë për një ushqim rruge, street food. Një biznes që duket se është shumë premtues. Vetëm 18 vjeç është Noeli që do takoj tani që është për herë të parë në Drimadhes me shit sa e nxehtë. Okej, po futem brenda më mirë se doja të mbështetesha këtu, po ishte shumë djegse kjo llamarina, është nxjerrur nga dielli. Beer and Fries Forever është marka jote e re për Shqipërinë. Po pasi u interesova për pjesën e patateve pasi pash për herë të parë në Amsterdam, u informova se ishin belgë, domethënë specialistat e patateve që janë marrë me qindra vjet me këto. Dhe pash domethënë që kishin edhe disa mënyra shumë të bukura, si për shembull këto salsat për t'i shoqëruar, të cilat janë vërtet edhe diçka speciale, diçka që akoma nuk është parë në tregun shqiptar. Dhe skuqja nuk është një skuqje normale, skuqja bëhet me 2 procese dhe këto procese janë 2 pikërisht për arsyen që i pari t'i bëj patatet në sa më të buta dhe procesi i dytë, i cili bëhet me temperaturën 180 deri në 190 gradë, i bën krokante jashtë dhe brenda mbesin gjithmonë të buta. Patata është shqiptare, vjen nga Divjaka dhe ndodh që dhe ne kemi patate shumë speciale të zgjedhur për skuqe. Këtu jemi me prersën. Po shoh, më bën çudi pse patatja me lëkurë nuk i keni qëruar tamam, i keni hequr vetëm ato pikat e zeza ose ato sythet që mund të ketë. Është e rëndësishme që patata të jetë shumë e pastër dhe siç e shihni përpara prerjes ka kaluar në pastrim dhe lëkura e patates vetë ka disa vitamina të cilat janë rëndësishme dhe janë shumë të mira dhe pjesët e tjera domethënë digjen në temperaturën 190 gradë, diçka tjetër që mund të ketë mbetur nga pastërtirat e dherave, kështu që jeni të sigurt që gjithçka është e pastër. Ta provoj unë një? Si ndahet kjo? Okej. Wow. Na për vit të parë që jena të ardhur këtu, për herë të parë jena të hangur këtu. Jeni nga Kosova, domethënë? Ja, Shkupit, prej Gjenevës. Të njoftëna? Po e dim. I njohem, edhe sosnat i njohem, e dim. Ky është një
skuqës me preardhje hollandeze, i cili është i bërë përkohësisht për shitje komerciale të sasive të mëdha dhe mund të skuqej deri në 100 racione në orë. Ky mjet këtu quhet toaster dhe ka dy funksione. I pari është që të përzi me kripën dhe mbasi i hedhim krip për racionin. Kjo do përzihet dhe nga brimat që ka këtu poshtë, nëse mund t'i dalloni. Brimat shërbejnë që gjithë vaji në procesin që hidhen në ajër, gjithë këto që bien të bjerë vaj poshtë dhe të kulloj dhe të shërben me sasi më të vogël vaj. Edhe kripën. Dhe kripa, po. Sa lloje salcash keni? Për momentin kemi 15 lloje salcash, gjitha vinë nga Belgjika dhe kanë shumë interesante dhe mënyrën e... Po, si gjinj lopet duken. Pikërisht, ashtu na thonë të gjithë klientët. Dhe të ndryshme, që duke filluar nga klasiket si majoneza dhe ketchupi, duke vazhduar dhe me 4 lloje të ndryshme pikantesh dhe lloje të tjera salca shumë të njohura, si për shembull pita ose andaluz, samurai, janë shumë lloje të veçanta që mund t'i provoni vetëm tek ne. Okej, unë po bëj një racion. Kush preferohet më shumë me qëra fjala? Salca që është preferuar më shumë është koktej, e cila është e bërë me majonez, ketchup dhe whisky. Dhe deri tash është ajo që të cila na ka mbaruar më shpejt. Okej, kemi akoma tushin që e provojmë po. Koni I patateve ka ush, po I themi, ju I keni frajsi në kon. Si po më tregoj, si të kishte thënë një kliente, një kalimtare, që të kishte pyetur? Sufllaqen tha dua pa qef. Besoj se kam bërë goxha dukshme që duket që vetëm patate shesim. Vetëm patate shesim, edhe jo vetëm ndrimadhes me që kam kuptuar dhe me që më po më tregoja më përpara. Së shpejti kemi plane për të zgjeruar edhe në Tiranë. Shumë mirë. Siç kanë thënë edhe populli, patatja është dhe? Edhe bukë edhe gjellë. Ja populli. Ja të kemi përsëri bashkë, ky ishte materiali interesant për patatet. Një ndryshim nëse e vini re, Romi është shtrirë sa gjatë gjërës. Ishte e shprehje? Më kanë ishur të tëra, varësin që kam që 6 vjetë që nuk e heq. Po edhe mua ma hoqën varësin, ju këta qunat një gocë atje të masazhit e folia. E po mirë të pak. Po, pse hiqet varësja tani, se... Para punës është sepse me vaj bëhet lis varësja, e dyta se nuk lejon manipulimin me duart. Ju veni bërë gati me të 4 duart? Okej, çunat në aksion kanë një histori, mund vazhdoni me shërbimin tuaj, kanë një histori shumë të lezetshme. I gjetëm sot në plazhin e Drimadhes, janë nisur nga Tirana, janë fizioterapista që kanë filluar të në fundjavë zbarkojnë nëpër plazhe dhe ofrojnë shërbimin e tyre të masazhit për pushusit. Kalojnë pushime, mundohen të fitojnë edhe para. Kemi edhe spektatorë andej, përshëndesim. Okej, direkt pati reagim Romi. Po edhe mos e ngri kokën zëmër. Teknika nga më të përdorat masazhit kryesisht plazhen ato masazhet relaksuese dhe antistres. Dhe masazhi I dytë është ai përgjithshëm më I njohur që ndryshe quhet masazhi suedez. Teknikat e tij kryesore janë të ndryshme që kalojnë nga manipulimi I muskujve, shtrira e fibrave, ndërsa masazhi antistres relaksues ndikon kryesisht nga ana psikologjike dhe është shumë I lehtë për të mos ta dëmtuar dhe mos ta rënduar pacientin. Okej, po lë. Romi, jo, po mendoja se do më shash, pasi po I marrë me... Nuk po I lë të bëjmë punën e tyre, kështu që më mirë
sa Romi shijon masazhin e saj, ne ndjekim një kronik tjetër përgatitur në Durrës. Janë shkuma party, ato që duket se janë zhvendosur festat me shkum, pra janë zhvendosur nga plazhet e jugut, nuk po preferohen më për tu mbajtur në klubet këtu, por janë zhvendosur në detin Adriatik në Durrës. Shohim atmosferën atje. Edhe shumë bukur që është organizuar i gjë tillë. Po knaqet? Po shumë. Shumë bukur, shumë nice. Nga Maqedonia, nga shkupi i Maqedonisë. Është shumë mirë, më pëlqen këtë atmosfera shumë e bukur. Shumë bukur edhe si që shifni është më e mira, da, si për herë, si që bëhet të Majestiku. Juve nga keni ardhur? Kosovës. Nga Kosova. Do kaloni pushime këto? Nuk po marrë me ta ty, po marrë me botari. Se ta po t'bin ty taman, po t'bin taman, apo t'bin taman. Shpanuri e pote aman se aman, apo t'bin taman, apo t'bin taman. Sa hina klub, gjagjat lez, o ket na dojnë, shkrez. Daja s'mufi, ama pak son të ty, just wine. Dëlle trupin majt, gjinse ta po t'bin ty taman, apo t'bin taman, apo t'bin taman. Shpanuri e pote aman se aman, apo t'bin taman, apo t'bin taman. Gjinse ta po t'bin ty taman, apo t'bin taman, apo t'bin taman. Po më në fund se kemi gjithë të vjetë që presim kushtin t'ikim njuk. Më në fund po bëhet edhe këtu të ne ta shiojmë gjithë verën tamam. Si të ri që jemi kuptohet. Kjo tjetra nëse ndon ti, kthejna dhe e vjetra nëse ndon ti, kthejna dhe kjo tjetra nëse ndon ti, kthejna dhe e vjetra. Qiki, tiki, na pinave stiki, do me këcin takt, do më kone sak, e niki, tiki, na pinave stiki, trupin tën e kisha butatu, qata unë e ty, love you, Angela më në krevet ajo dresh nëse së ndon ti, kthejna dhe kjo tjetra nëse ndon ti, kthejna dhe e vjetra nëse ndon ti. Jemi përsëri bashk, direkt nga plazhi Drima dhe Sin, po bëjmë momentet e fundit, po bëjmë mbyllje ndal nga dal të edicionit veror të kësaj të premte çunat e masazhit, të cilët e kemi pasur sot së bashku me Romin,
Që po e shijon sa duket, nuk do doja të ndërprisja në asnjë moment, nuk e di të zgjidh kontraktimi. Mos zgjidh kontraktimi, skolioza, çfarë po thonin çuna? Do më japi një listë me ushtrime që duhet bëj për problemin tim me shtyllën kurrizore. Do shkoj ndark bëj terapi me akull edhe nesër. Do dalësh, sonte ka shumë aktivitete. Do bëjmë dhe terapi me akull, pastaj do dalim që të kërcejmë Turtle Festi është sonte nis nata e parë. Po, prandaj kam ardhur. Prandaj kemi ardhur gjithë, ne do e ndjekim. Kemi disa aktivitete të tjera, është skivi këtej nga Havana, është Era me Ledri, Era, dueti i famshëm, ndoshta më i suksesshëm i kësaj vere, këtej nga Folia. Shumë pisa ndej, shumë chill këtej. Shumë dirty. Çuna juve si do veproni, si keni darkën? Ne darkën e kemi pushim sot, pasi jemi shumë të ngarkuar nga dita e sotme. Ndërsa në ditën e nesme, që fillojmë që në orën 1 tek Turtle. 1? Që në orën 1 që fillon party, në orën 1 të drekës, tek Turtle Fest. Po atje janë që kërcejnë njerëzit dhe bëjmë, si thuash, masazhin duke kërcyer. Këtej nga shezllona duhet vini. Sigurisht, këte jemi në mëngjes. Jeni në mëngjes, do me thënë nisni që herët në mëngjes? Që herët këtu. Pastaj në një zhvendosin në ndej. Nuk do dilni, do me thënë, si përfundim. Qetësi sot gjumë. Okej. Ju falenderoj shumë që ishit këtu. E shofim a do flen? E shofim a do vinë këtë Turtle apo jo. Se kam indjesi që do i shoh aty ke stage. Okej, ishte edicioni veror për këtë të premte, unë ju falenderoj shumë, gjithashtu falenderoj sponsor GNV linjën e tragedit nga Durrësi në Bari për mbështetjen, gjithashtu Adidas për veshjet e mia dhe një falënderim të veçantë për sponsorin general Eurosig, kompaninë lider të sigurimeve jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë rajonin. Ju lë takim nesër në një edicion të plot prej orës 19:10. Mos humbisni ritransmetimet vetëm në ABC News, miru takofshim. Edicioni veror u mundësua nga sponsori përgjithshëm Eurosig, linja trageteve, GNV dhe Adidas. Aksidentet automobilistike janë plotësisht të mundshme, pavarësisht dëshirës sonë për të mos na ndodhur edhe duke mos qenë fajtor. Ndaj kompania e sigurimeve Eurosig sjell paketën përfito 2 fish. Për çdo sigurim të detyrueshëm të mjetit tuaj ofron asistencë rrugore dhe transport falas me karrotres deri në 30 km nga vendngjarja në rast aksidenti. Edhe për më tepër, nëse ju merrni edhe sigurimin suplementar kasko, Eurosig ju ofron pajisjen me sistem GPS, që mundson në kohë reale përcaktimin e vendodhjes së saktë, si dhe jep alarm mbi kalimin e shpejtësisë së paracaktuar të automjetit tuaj. Eurosig ju përgjigjet menjëherë financiarisht në rast dëmi. Ne jemi GNV dhe lundrojmë për secilin nga ju. Për ju që po niseni për pushime, lundrojmë për biznesin tuaj, për relaks, për të qenë së bashku. Për ju që doni të paguani më pak dhe të merrni më shumë, kjo anije është për ju. Prenotoni udhëtimin tuaj Durrës Bari dhe përfitoni nga oferta promocionale. 2 të rritur në kabinë të brendshme përfshir edhe makinën për vetëm 150 euro. Mirë se vini në GNV.